Hamas ka refuzuar një armëpushim 45 ditor të ofruar nga Izraeli, duke kërkuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse që përfshin shkëmbimin e të gjithë pengjeve me të burgosurit palestinez, si dhe një fund të luftës në Gaza. Khalil Al-Haya, kryenegociatori i Hamasit, ka theksuar se grupi militant është i gatshëm të negociojë menjëherë për një marrëveshje të tillë, por ka refuzuar ofertën e Izraelit për një armëpushim të pjeshëm, duke konsideruar atë si një mjet për të avancuar agjendën politike të kryeministrit Izraelit Netanyahu. Pas refuzimit të ofertës izraelite, tensionet janë rritur, duke përfshirë një sulm Izraelit që ka shkaktuar viktima civile në Gaza dhe një krizë humanitare që vazhdon të përkeqësohet. Zyrtarët e Hamasit kanë kritikuar qeverinë izraelite për përpjekjet e saj për të vazhduar luftën, ndërsa ndërmjetësuesit egjiptian janë tërhequr nga bisedimet pas dështimit të përpjekjeve për të rivendosur armëpushimin. Ndërkohë, autoritetet palestineze janë përpjekur të tërheqin vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar për përkeqësimin e kushteve humanitare në Gaza. Shumë banorë janë të bllokuar pa mundësi të sigurojnë ushqim apo ndihma të nevojshme për të mbijetuar. Organizatave ndërkombëtare humanitare u është vështirësuar puna për shkak të bllokadave dhe sulmeve të vazhdueshme. Në këtë kontekst, disa shtete kanë kërkuar një ndërhyrje urgjente për të ndihmuar në lehtësimin e krizës. Lufta, e cila ka zgjatur për muaj me radhë, po lëpas një trashëgimi shkatëruese për popullin palestinez dhe një rrezik të madh për stabilitetin rajonal.